PDK-ja dhe LDK-ja kanë pas të meta në mënyrën se si kanë qeverisë. PDK-ja dhe LDK-ja edhe AK-ja kanë qenë tabelqitje e pamshirshme e VV-s dhe ka qenë tabelqitje e pamshirshme edhe disa mekanizmave ndërkombëtar duke përfshi ato analizat e korrupsionit, sepse është thonë, është shkruar në ato raportet që janë bërë për korrupsion që në Kosovë ka 400-500 milion vit korrupsion. Po thoni që s'ka pas korrupsion, apo? Jo, s'po thoni që s'ka pas. Okej, po janë egzageruar, po thoni. Unë besoj që ka pas, edhe ka. Ka korrupsion kudo në botë. Nuk është kjo që dikush s'ka korrupsion. Dikush e ka të kamuflu ndryshe, të ne të vezlit edhe të ne që jemi të papërgjegjshëm ndoshta ndonjëherë, dhe këto gjykatat nuk funksionojnë siç duhet, atëherë duhet mediat me u marru se këto analizat që i bojnë të hujt. Por ajo që ka qenë e imponume dhe që kanë arrit me bind votuesin në vetë, ka qenë kjo, hojna, korruptum, kriminella, qasë ta kanë thonë. Me gur, me ato, me uj, me tym, me qasë kanë bo, por kanë fitu. Ka votu gjenerata e re, kanë votu gjenerata e re, kanë votu edhe gjenerata, këta po thënë një, edhe gjenerata e vjetër, edhe sot një pjesë e njerëzve thënë kjo është e ka shtiru veriun, por tani edhe pse kë e ka këtë situatë si qeveri, me sankcionet që i ka Bashkimi Evropian dhe nesh, unë nuk e shoh ndaj betej lidhur me këtë situatë që e kemi, të opozitës. Prandaj po them që në gjitha fushat kjo është i lirë me vepru sepse s'ka opozitarizëm. E fundit krejt shkurt e di, me qeni nga rajoni 5 dhe keni ndikim atje, janë edhe zgjedhjet lokale, kemi parë që vetëvendosja i ka bërë ofertë AK-s, ku qëndron PDK-ja, ani pse ka një numër jo shumë të madh vota? Jo, ata na kanë thirrë edhe neve, janë përpjek me vetëvendosja. Po, janë përpjek me marrë kontakt. Unë menoj që s'ka pas nevojë me kontakt as me ata, as me LDK-n. Na do të votojmë, ata që votojnë do të votojnë sipas dëshirës së secilit deputet. Na kemi qenë koalicion me LDK-n, kemi pas, them, ka funksionu mirë, nuk ka pas ndonjë problem, nuk ka pas ndonjë përqanë. Pse nuk e vazhdoni koalicionin me ta? Tani koalicionin a vazhdojmë, ose vazhdojmë, është mas balotazhit. Tash nuk mujmë me bëj koalicion para balotazhit. Po para balotazhit mund ta bëni edhe të fshehtë, apo jo? Nuk ka ndonjë kërkesë as LDK-ja që sepse edhe Gazi është deklaruar që unë do të bëj marrëveshje me qytetarët dhe jo me partitë politike. Tani, shohim.